sa paguat për shkuar në Mar-a-Lago? $1 milion të Partia Demokratike. Të falenderoj për pyetjen, Fevzi. Falenderoj për pyetjen. Jo, të këtuar sa ke paguar, është më e mirë se të falenderosh për pyetjen. Zero, Fevzi. Si zero? Zero, si zero. Midis zeros dhe 1 milionshit ka diferencë shumë madhe. Por nëse është zero, zero. Zero. Tani, akuza për pagesën në Mar-a-Lago është një akuzë shumë e rëndë, që vinë drejt për drejt nga kryeministri. Kryeministri? Absolutisht nga kryeministri I cili ditën e parë, kur unë bëra një video nga jashtë Mar-a-Lagos, tha që vajti agroni aty dhe bëri një kaloi si të vesh dhe bëri një video nga jashtë, si të vesh të unë tani në Trump Tower, të bëj një video të them vajta do takoja Trumpin, takova Trumpin apo gjëra të tilla. E vërteta është shumë ndryshe. U detyrova të nxirja pamje nga brenda për treguar që unë kam takuar kongresmen dhe senator. Më falni një sekond. Ai është private club. Urdhë? Ai është private club. Një sekond. Unë kam shkuar me ftesë të një senatori.